lëvizjes vetëvendosje si pozitë dhe opozitës, po në emisionet e kaluara unë e kam përmend këtu që presidenti aktuale është në pole position. Është në pole position edhe besoj që ajo do të konfirmohet për një mandat të dytë presidencial. Zonja Vjosa Osmani. Zonja Vjosa Osmani. A je i sigurt për këtë? Jam shumë i sigurt, për shkak që edhe emisionet e kaluara e kam përmend që këtë sigurinë Shumë e interpretuan edhe takimin e djeshëm të parin të Lumir Abdigjikut me zonjën Vjosa Osmani, por ajo kishte temë të veçantë bordin e para paqes. atij takimi dhe para protokollit mënyrës sjelljes së zotit Abdigjiku, unë kam paralajmëruar që Lumir Abdigjiku dhe partia e tij do ta bëjnë korumin e mjaftueshëm që do të propozon Leutim. E propozon lëvizja vetëvendosje. Kush ka thonë? Mendimi jam. A e bash me lëvizja vetëvendosje ka Po mendimin do me bazu dikun. Absolutisht, nuk po flas në mënyrë dëshirore kjo. Po duhet me mbështet dikun. Ja ka dhënë tezja, ja ka dhënë informacioni shtetënor. Ja, ka drejt burimet veta. Po sigurisht. Na jemi këtu në Po duhet me përmend burimin, jo me emun. Po do të thonë burimin ta nxjerrë se ka drejt të mbajë burimet. Munis për spekulime që i dëgjojmë edhe në jetën Ja, unë nuk